sa ka evolu ose sa ka ndryshu kërkesa e publikut për humor është që i njëjti humor që është shit dikur edhe sot? Jo. Nuk është. Çka ka ndryshu? Po të kallëzoj. Publiku po don ma hazër mi po sanet. Okej. Do më thonë... Tash edhe humori ko ka bot TikTok humor? Po, tash pa... Unë kundër TikTokut kom qenë gjithmonë, kundër këtyne formateve si Big Brother kom qenë gjithmonë, për arsye se është hop metastaza e shkollimit bazik zero. Na e dimi që i shohmë disa vajza të reja për një vitën e për intervista, që lajnë nam me budallakina, edhe që ata i shohmi me një shtëpi, ku mas asoj shtëpi e dalin Shakespeare, edhe bëhen krye fjalë edhe na do të me dëgju fjalën e tyre, mas kanë hynë me na i reklamu edhe do produkte të mjekësisë, apo të vitamina sane. Okej, nuk jam kundër kurrë, po është mirë jo. Humori ka ndryshuar për arsye se tash po hyn për skfilti një grua 50 vjeçe, edhe thët diçka në TikTok, edhe që ajo po quhet humor.